fushë tjetër xhamalit nderuar, që duaja është shumë efikase, e që neve shumë na duhet është që duaja Allahut na ndihmon përmes duas që të braktisim ndonjë punë që nuk është e mirë. Sa kemi nga mëkatet tona, sa kemi për ilësimeve, sa kemi për vepra që nëse Allah s'është i kënaqur, po shpesher arsyetojmë se nuk po muj me lanë, nuk po muj me u largu, une po kam dëshirë, po nuk po mundem. I themi, a e ke lutë Allahun sinqerisht që Allah xhallahu ala me ndihmu? Një dietar thotë kështu, thotë isha njerë me një tubim, dhe një njërin tubim aty e pinte duhanin. Dhe kur përvëndoj tubimi, e thira afër dhe i thash, psa vëllai e pin duhanin? A din që Allahu e ka ndaluar kështu më radh? Tha, hoq vallai që 40 vjet e pi. Mundona vazhdimisht me lon, po nuk muj. Është diç më forcione. Sikurse plot njerëz që thonë nuk muna me lon atë. Ky hoxha tha, mirë, unë po çuna po bëj dua ç'tash ti bën amin mas meje. Me qëtë kusht, apo po thot, po s'prish pun. Tha i qova dur të dhej mas meje, edhe thash, o Allah i madh, falja gjunat filon, edhe ka amin. O Allah i madh, bashkoja në gjunat me njerëz të mirë, edhe ka amin. O Allah i madh, jepja këtë mira, tha janë gjia një 10-15 mira, jepja këto, a ju edhe ka amin, dikur pëlqiti dhe në vaj, pit mirave të mëdha që ky hoxha luste për te, tha në fund thash, o Allah, në qofse se lën duhonin mos ja pas njonën, tha amin. Kur tha amin, e mora vesh që e la duhon në fërë. Andaj me dua e kalon të keqen. Prandaj, më thonë, dije se shumë mira mund të privosh për shkak një të keqe që ti e vepron. Lutë Allahun xhallahu ala, Allahun ndihmon me lon të këqijat. Na s'mune me lon kurrgjë, në nat lig. Po lutë Allahun xhallahu ala që Allah më të largu mendjemallsin, e lakmin, e duhonin, e shikimin haram, keq ka ki problem, çaj durt sinqerisht, thuj o Zoti jam, vallahi ti e din se unë du me lon, po unë vet nuk muj. Andaj o Zot, gjithë ma dorën të larguna për këtij harami, ki me pa për sa kohë të shkurt Allah ka më ndihmua po. Andaj përdore doan edhe në këtë mendan që të largohesh për mëkateve, të largohesh për punë të këqija, të përmirësohesh. Kjo është ajo që duhet ta bëj.